qytetet kryesore evropiane po përballen me një sfidë të madhe demografike. Sipas vlerësimeve të Oxford Economics, deri në vitin 2050, 60% e qyteteve kryesore në Evropë do të kenë një popullsi të moshës punëtore më të ulët se në vitin 2025. Rajonet e Evropës jugore do të përballen me probleme më të mëdha, me Athinën që pritet të shënojë rënien më të ndjeshme të popullsisë në moshë pune mbi 30%. Sipas firmës, qytetet evropiane ndodhen në një pikë kritike me ngadalësimin e popullsisë, dobësimin e konkurrencës industriale dhe krizën e banesave që ndikojnë në perspektivat ekonomike. Çmimet mesatare të banesave në Evropë kanë shënuar rritje të konsiderueshme gjatë dekadës së fundit. Rreth 1/3 e qyteteve kryesore evropiane po përjetojnë dyfishim të çmimeve të pronave sipas ekonomistëve. Por përtej krizës së banesave, një sfidë e madhe për qytetet e mëdha evropiane është çështja demografike. Gjatë 25 viteve të fundit, popullsia e qyteteve të mëdha është zgjeruar me 19% mbi mesataren e Bashkimit Evropian prej 8%. Megjithatë, sipas vlerësimeve të firmës, rritja më pas do të lëvizë me një ritëm shumë më të ngadalt, 4.9% deri në vitin 2050. Popullsia në moshë pune do të fillojë të kurrë që nga fillimi i viteve 2030. Me rënien e normave të lindjes dhe rritjen e jetëgjatësisë, profili demografike e Evropës do të plaket. Në jug të kontinentit, kjo rënje do të jetë më e theksuar. Qytete të mëdha si Athina, Lisbona, Porto, Milano dhe Roma pritet të pretojnë kurrje të forta të popullsisë së moshës punëtore.